komod për të diskutuar për të. Ju keni qenë i martuar dhe tashme keni një djalë, si një fryt i dashurisë suaj. Po, djali është Zani, në atë kohë kur ka gruaja, kur ka ndru jetë, Zani ka pasur 2 ditë para se mi bon 1 vjet. Tash i ka 5 vjet faktikisht, tash në shkurt i ka mbush, kështu që ai po rritet mirë, gjithçka është në rregull, po normal që pa nonën është shumë vështirë, po na kemi fillu ka dalë mi tregu, ka fillu me marrë vesh, është puna, kështu që kur të rritet normal. Sa është e vështirë me ja kumtu lajmin një 5 vjeçari tash sidomos, sepse atëherë ndonë se i vogël nuk i ka kuptuar gjërat. Është një çështje shumë e ndihshme, unë kam diskutuar edhe në intervista tjera kam folur për këtë punë. Kur ndodhi rasti aty në të pamës që vinte na, kanë ardhur shumë njerëz të religionit fetar, kanë ardhur edhe psikolog. Edhe kemi diskutuar. Edhe ata më kanë treguar paraforcisht çfarë duhet me shku që aty në shkollë pas shkolle, step by step. Mi tregua, dhe nëse është vështirë ashtu edhe. Ai shumë i vogël, kështu që me kalimin e kohës të shku të tregu kapak. Nganjëherë është shumë e vështirë edhe për neve të mëdhejt me u pajtu me fatin, sidomos këto goditje të rënda për njerëzit e zemrës që na vinë. Ti personalisht si e përjetove? Me tregu drejt, unë e kom pas tash me thon fatin e keq, unë jam mbet pa babën në moshën 17 vjeçare. Në vitin 2000, në pas luftës, pas traumave të luftës, faktikisht prej zemrës vdes baba dhe unë veç isha i përgatitën që të një njoftu me vdekjen e një personi të afërt. Tash pa më parasysh është prindi, është vllau, motra apo kush. Kështu që unë e disha në mënyrë sa ke smut. Gruaja edhe kur e disha që nuk ata më treguan mjek që është smundje shumë e rëndë, që s'ka shpëtim në mënyrë. Unë isha në mënyrë para përgatita pak psikikisht, edhe pse është shumë vështirë me pranu, po adin. I kishin treguar edhe bashkëshortës njëkohësisht për problemin e saj? Po, se ka qenë smundje shumë e rëndë që në mënyrë adin 98% e rasteve në botë nuk kanë shpëtim që përnë. Kështu që ka qenë rast shumë i rëndë. U pajtua lehtësisht për të lënë brapa? Po du me thonë që unë kom hup babën ma herët edhe disha paraforcisht në për çka kom e kalu një fanu. Edhe pse është normal, bashkëshorti është diçka tjetër. Në krahasim me prindin, janë dashnisi që thonë të ndamen njëra me tjetrën. E kështu që kemi kalu shumë rëndë, po jeta po duke me vazhdu që Zani, e ka lehtësu sa do pak dhimbjen duke qenë si kur dëshmi e gjalla aty për dashnin e juaj që keni pas? Për mu, si prind gjësysh, po edhe për prind të Donikës, do më thonë. Se unë çdo vikend e dërgoj atje, atë në vikendeve rrin me gjyshin dhe gjyshin, normal që s'mundet me zavendësu, po sa do kudo e lehtëson pak atë.